është mënën fjala kur thuhet apo kur vendoset me shkru. Sepse fjala e thënë kalon, ndërsa ajo e shkruar mbetet dhe të pret. Të pret me u lexu, besa të pret edhe me u gjyku prej dikujt, dhe për këtë arsye, përshëndetja ime sot nuk është vetëm formale, është respekt për secilin që është këtu, respekt për fjalën. Sepse me qenë këtu do të thotë që ande besojmë se fjala e shkruar ka peshë. Unë jam Zymer Kodra, vi nga Lipjani, jam veteran i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, besa veteran edhe i Policisë Kosovës për 25 vite, koleg edhe autori disa librave. Nuk po flas sot si emër, por si dikush që ka provu këtë rrugë të autorit, që ka ndjerë sa e rëndë është fjala kur e hedhën letër, dhe sa përgjithësi mban ajo kur del para njerëzve. Nuk e di sa prej jush e kanë menduar këtë, por një libër nuk lind atëherë kur shkruhet. Një libër lind herët, shumë herët. Në momentin kur dikush vendos mos me lanë një mendim me vdek brenda vetës së tij, atëherë lind ai libër. Sepse të gjithë kemi mendime, të gjithë kemi diçka për të thënë, por shumica ato mendime i lënë për të kaluar, i shtym për nesër, e besa edhe i harrojmë. Ndërsa dikush nuk i harron, i mban, i përpunon, i rishikon, dhe në fund vendos duke thënë se kjo duhet shkruhet. Dhe prej atij momenti fillon procesi që ai proces nuk është proces i lehtë.